pozicion. Ajo që po e përmendin partitë opozitare për momentin nxjerrën nga ngërçi që po kalon vendi është edhe vendimi i gjykatës kushtetuese. Pse po mendoni që po vonohet kaq shumë gjykata kushtetuese në dhënien e këtij vendimi, që në fakt a është dashur që ta ketë me më shumë prioritet? Natyrisht është dashur me prioritet edhe ky një gjykatë profesionale. Një vendim të tillë është dashur me kthy brenda ditës ose brenda 2-3 ditësh. Ndërkohë gati po e kalon afatin ligjor, po gati 60 ditë. Kjo është kjo tregon jo profesionalizmin edhe sepse nuk ka çështje më urgjente që mundet me trajtu gjykata kushtetuese sa kjo. Edhe nëse ti e vendos i heq gjithë ato që e ke lënë edhe që të parën, gjë që është e arsyeshme, sepse është në problemi krucial i vendit, atëherë këtë është dashur me zgjedh mbrëna dite, ose eventualisht 2-3 ditë, po jo me zgjat kaq shumë. Po pse po zgjasin më shumë, sepse në fakt ka edhe këtu ka një farhile, sepse nëse kjo situatë zgjat, domethënë deri në kur vjen koha për zgjedhjen e presidentit. Presidenti s'kalon mandati. Atëherë me qenë se nuk ka kryetar parlamenti, nuk mundet me hi më bo rolin e presidentit me kry kryetar parlamentit. Pra po bëhet me qëllim? Atëherë kryetari i gjykatës kushtetuese bëhet me njëherë ushtrues detyri i presidentit. Kështu që kjo është hila tjetër, që na sjell pe një problemi të një problem akoma më i madh, edhe që burimin thashë ka të vendimi i gjykatës kushtetuese të vitit 2014, i cili duhet po mendoj në momentin që bëhet njëherë parlamenti, duhet me rregullu këtë sen, me marr vendime që këto tash nuk mundesh me marr vendim kur je në proces. Por, kur nuk e din kush ka me konë partia e parë, as qysh ka me konë, kallaj është më marrë vesh, me thonë përbojmë qështu, sepse kjo është ma efektive, ose marrim një model të një vendi ku nuk ndodhen ngërçe të tilla. Dhe na nuk kem nevojë me zbulu ujë të nxehtë, sepse kemi gjithë ata shembuj në përbot, edhe shqyr kemi gjithë ato ambasada, gjithë ato institucionet të huaja të cilat janë të gatshme na ndihmue, vetëm nëse ne tregojmë një vullnet politik dhe thojmë se po dojmë me rregullu këtë çështje që në të ardhmen mos më na ndodh kjo që po na ndodh tani. Trgashi, pajtuani?